Zoti më dash me të fal fëmijë, të fal, mos më dash s'tfal, e nuk qohet ai pastaj me harame, me nalet aty ku ka thënë Zoti më nal, kur i beson që to, domethënë është në gjendje me i vun praktik që të fjalën e Zotit, domethënë që risku është në dorë të Allahit, veç puno me halal, lype me halal, dekja është në dorë të Allahit, sprovat janë në dorë të Zotit, fëmijët janë në dorë të Allahut, domethënë Zoti më dash me të fal fëmijë, të fal, mos më dash s'tfal, e nuk qohet ai pastaj me harame, me nalet aty ku ka thënë Zoti më nal, dhe es përpara aty ku ka thënë Zoti mes përpara. Prandaj njerëzit të cilët nuk janë të gatshëm, edhe pse i kanë mundësi të thash, inteligjenca artificiale tjerë, këtë mundësit janë, jep me kuptu që anën shpirtërore e kanë mangu. E ky balancim mes dunjas, çështjeve të dunjas dhe atyre shpirtërore, pra materiale dhe shpirtërore, neve na man shumë në një nivel të nalt që nuk kena mundësi na me deviju, na si besimtar, sepse ne jem të majtë balans. Ana shpirtërore është të vdek të njerëzit. Ndëgjova një hoqë në gjuma, këtë gjuma, tha ne po investojmë shumë jetën e përditshme. Po investimi më i mirë dhe investimi më i madh është investimi në zemër. Më pëlqej kjo thënie. Po, padyshim, sepse zemra është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë është një pjesë në trup, nëse nërëqet ajo, nërëqet i tërë trupi, nëse prishet ajo, u kry filmi, krejt trupi prishet, ajo është zemra, sikurse motori kjerë, domethënë, e kam kjerën e mira, po motori ka bloku. S'ka kur gjë bëj aty kjerë, veç mundesh me bë koçak. Vetëm fasadë.